Kam kanë gjithmonë shumë mirë përveç një vitit në gjimnas, viti i fundit, që metne, maturë. Unë e bëna maturë, sepse unë bëna 4 vitet e para, bile 4 vite e gjysë para, i bëna me mesatarin kishe 7.5, liceo shkolla. Që liceo scientifico, është atje shkolla, është shkolla më vështirë, është shumë mirë, është okej. Ale, veç kur 18 vjeç, në vit 5, të vovë më rash në dashni. As nuk studiosha ma, ale rash kështu, mesatarja. Me pranune në maturë, sepse ishte ideja atë pranune, as pranojnë me pranune. Se arsytune kështu dhanë, po mirë, po kjo ka hu busollën këtë gjysvitin e fundit. Ta pranojmë dhe shofin si për banë maturën. Unë edhe maturën se bana fort keq, për se prep metne. Me këtë vajzën që njofte, si kaloi, u largut, patët diçka, apo... Me këtë paren? Me këtë që i renda shuri matur. Po pra, me te, sa historieta kjo. Imagjino, unë shqiptar. Jo vetëm shqiptar, visha në një fshat në qytet, në Cremona. Edhe se aty kishtim paragjykime edhe për ato që ishin nga fshatna. Që unë i kisha të dyja, isha edhe ekstrakomunitarë nga fshati. I bollizun, i qatë ka mund ty mu. Ale nuk ka mungu kur gja, po nuk ishin pasën, nuk kena kur pasën. Familje migrant është si ta në tjerë, ta ke parasysh.